qenë kaq idiot. Pastaj kur vim sot, mos o zot, që në alment, dhe shohim se sa shumë idiot kanë këtë botë. Pyetja është, janë idiot, siç ishim ne, apo janë njerëz mashtrum akoma? Po mirë, ta bëj pyetje tjetër unë. Jepim. Me këtë pyetjen do ta mbyllim për sot. Ti the sot janë zgjuar njerëzit. Një pjesë, një gjë tjetër. Shumë. Tashi, unë do të them këta. A janë idiot apo të mençur Që bën si idiot. njerëzit që do votojnë zgjedhjen midis Saliut dhe Berishës këta. Dëgjoj, Se kemi zgjedhje, ja kupton? dëgjoj, se i njoh. Edhe njoh me detaj. Po tuas. Duhet përcaktoj diçka, nuk më intereson fare politika. Fare për zero absolut, ta keni parasysh ka interesuar si herë. Ndryshe do isha tu marrë me partit zero, me gjuf. Po është pyetje shumë interesante që unë qeshesh edhe shkalla. Unë ke kuicet e forta. Unë i njoh. Saliu apo Berisha? Unë i njoh. Të dy, e? Në Shqipëri ekziston një fenomen shumë i çuditshëm që mund të jetë subi studimesh ndërkombëtar, sociologjike dhe psikologjike. Janë idiot apo bën idiot? Apo bën vetë? Mund të bëjnë idiot. Bën vetë. Po. Ja kanë marrë dorë. Qoftë Dëgjoj, do ta them arsyen pse ja kanë marrë dorë. Shqipëria ka një rast shumë interesant që ka shpjeguar një psikiatër që ka punuar në kohën e diktaturës. Dhe ai ka dhënë një përgjigje që është subi studimesh, po ty hysh. Thoshte si shpjegohet, thotë, që në spitalin tonë psikiatrik çfarë nuk gjeje.